Skandal me Rozana Radit ndaj Kellit, pritet zarfizni, ja çfarë u tha me dy kuptime pa tolerueshme. Fansat e çmendur të Big Brother VIP teksa po afrohet edhe fundi i spektaklit dhe 4 prej banorëve do të jenë në finalen e madhe, duket se përplaset janë shtuar e gjuha e ashpër, po ashtu Rozana Radi, e cila cilësohet si një ndër pretendentet kryesore për fitimin e këtij edicioni të 4, duket se ka bërë diçka jo të hijshme kundrejt Kellit. Fansat e zjarrt kanë kapur mbrëm një bisedë me Kellin, teksa ky i fundit nuk e ka dëgjuar mirë po në një debat të acaruar midis tyre, ishte Kelli që po e akuzonte për dyftërsi Rozanën, të cilën duket se nuk e duron dot, e në një moment me zë të ulët por që shkapur nga mikrofonet, ajo dëgjohet të thotë: "Ik na sill ndonjë dorë flokësh tashi kur dalesh nga shtëpia", siç dëgjohet edhe në këtë audio. Rozana e di mirë se Kelli e ka gruan me kancer sëmundje, e cila shkakton edhe rënjen e flokëve tek këto persona, e duket se kjo fjalë, që është fjala më ofenduese e thënë ndonjëherë në Big Brother VIP, nuk është postuar nga Big Brotheri në faqen e tij zyrtare të Instagramit. Nuk dihet nëse produksioni ka vendosur të hesh duke kaluar këtë çështje. Mirë po as Kelli nuk e ka dëgjuar me vëmendje, pasi do të ishte acaruar shumë. Ai madje pyeti se çfarë tha ndërdhënë, teksa Rozana i dërroi edhe fjaliet. Fansat e gjestit kanë komentuar se kjo është lojtarja që po e mban produksioni me hile, duke qenë se ka përdorur një fjali çnjerëzore. Kjo video po shpërndahet gjerësisht në rrjet, teksa pritet në prajmin e radhës nëse do të përmendet si fakt.